Dhe mirë se erdhët zyrtarisht në një tjetër vlog, siç e keni parë nga titulli. Domethënë, ky do të jetë një vlog në të cilin do sistemojmë, do shkatrojmë, do hedhim, do fshehim, do shtukim, do fusim nëpër kartona çdo lloj gjëje që nuk na duhet. Pra kam vendosur që në këtë vlog apo në këtë video apo këto kohë do të hedh të gjitha gjërat që nuk më duhen më, nuk më nevojiten më, nuk më hyn më në punë, është e njëjta gjë, nesër, por që çdo lloj gjëje të mundshme, sepse siç ju e dini, ja u kam thënë dhe kohët e fundit, po mundohem të jem sa më minimaliste të jetë e mundur me 5 anëtar në familje, dhe të mos kemi kështu rraqe sa këtej sa ande etj. Ju e pat fillimin e videos, pra të vlogun, dhe shkuam tek IKEA për të më tepër për unë kam si qetësim mendor tek IKEA, nuk e di pse më pëlqen aq shumë. Edhe për të marrë dhe disa çarçaf, kështu klëfje për dysheket edhe klëfje për jastikët, sepse i doja të gjitha ngjyrë të bardhë apo të bezh, apo bezh. Bezh nuk gjeta, bezh nuk gjeta, por të bardha po, kështu që i mora. Ka marrë këtu gjithë këto, edhe janë të gjitha kështu pambuk, e keni parasysh si nap materiali. Mora 5 copë, këto i ka marrë vetëm për 2 fëmijët e këtë dhoma e tyre. Edhe gjithashtu, se mos e rëzoj këtë, se do t'i fus për të larë, dhe prandaj doja t'u tregoja sa më shpejt se do i fus për të larë. Edhe këto këtu. Ka që shpejt, s'ke mamë, se i në roki. Edhe këto janë për klëfjet, faleminderit shpirti mamit e veri këtu. Faleminderit, okay. Këto janë për dyshekun e fëmijëve. Unë kam disa të bardha, doja edhe të tjera të bardha. Janë kështu të holla, po janë shumë okay, sepse normalisht i pasha atje kur i mora. Këto më duket bënte 8 euro një. Edhe janë komplet si nap, edhe më pëlqyen shumë fare, do t'i laj tani. Edhe po thoja që janë shumë okay, sepse tani po vjen edhe vera, edhe normalisht ato ndryshojnë një herë në 3 ditë. Kështu që të kemi sa më shumë që unë mos rridhem, mos të kemi ngjyra. Jo ngjyra. Sepse nuk i dua ngjyra, nuk i pëlqej fare, i dua të gjitha të jenë kështu mundësisht të bardha, bezh. Edhe gjithë shtëpia kështu mundësisht, po hajt mo tani këto nuk e kemi sepse fëmijët bëjnë shumë pis. Edhe nëse i ketë bardha apo bezh, i bie trish gjithë ditën me gjëra në përduar, me fshesa, me lecka, me lavatrishja non-stop. Lavatrishja ri non-stop kështu, po imagjino ti kesh të bardha. Gjithsesi, mora siç u thash këto, po i hapsem se do t'i laj, do t'i fus tani për të larë. Meqense isha atje, mora edhe një për të timen, e mora këtë materiali. Këto ishin 3 euro një, domethënë pa 1 cent diçka e tillë. Dhe mora edhe një për të timen, kjo është si material, dhe kjo pambuk është, po se çka një si saten me pambuk, po shumë e mirë kjo, më duket një nga këto është 14 euro në mos gaboj, nuk jam shumë e sigurt, jo, ishin me ofertë këto, po, aq ishte, 14 euro. Ato i morën pak më lirë sepse morivi diku tek 5 euro ulje që i kishte në aplikacion. Dhe kështu, kam pa fund këtu si këto edhe klëfit, edhe klëfit e jastekut si që thash, do t'i hedh të gjitha tani për të larë, edhe fëmijëve i mora një 4 copa, 5 copë nga këto klëfit e dyshekut, dhe një për veten time, meqense unë kam goxha kështu të bardha nga IKEA, kam bezh, kështu që i kisha mjaftueshëm edhe për veten time, edhe të gjitha të tjera do t'i hedh, shpirt. Të mora të shumë. Se na duhen për tek dhoma. Edhe kështu. Do t'i hedh tani që t'i laj për t'i hequr atë papastërtinë dhe do t'i futem komplet shtëpisë me kokë, siç thash. Do bëj dhe disa ndryshime, kudo në përdhom, sa që duke këtu nejse. Edhe po, do filloj nga kuzhina tani me qënë se kam kohë, uroj të kem kohë me loj miki, do hedh çdo gjë që nuk më duhet. Unë kam bërë një pastrim të tillë sepse hodha çdo gjë që ishte plastike, e lash vetëm këto të silikonit dhe 2-3 plastike të vogla, kështu që ti kishin vërdall fëmijët për këto snack që marrin në dorë, sepse më kanë thyer shumë pjata, edhe kam porositur nga këto inoxi, por duan pak ditë ato që të vinë, kështu që sa të vinë ato, i kemi mirë këto që kemi. Edhe kështu, le t'i hedhim të gjitha tani, fillojmë nga puna, besoj se nuk do flas gjithë kohë si do punoj, thjesht do ju tregoj, ju do shihni me video dhe mund të bëj voice over. Le të fillojmë nga puna.
Leva edhe këtë tek IKEA se harrova unë të tregoja, është shumë e mirë kjo. Këtu isha duke ju treguar këtë sirtarin që mbaj këto thikat edhe gjërat e tjera, kështu që sistemoj ose pastroj e tjera, apo që bëj brek. Hodha disa nga ato që nuk më duheshin më, pra do të ishin në fund, por që i hodha pjesën më të madhe se rrinin kot. Vazhdojmë me seleksionimin e këtij rafti këtu, që jemi drejt përfundimit. Hodha një pjesë shumë të madhe të gjërave dhe këto që janë prap metalike, inox, do të thonë do t'i çoj tek sirtari tjetër. Tani kemi një pauzë, është momenti që të bëj barin, edhe ju e dini kam relax këtë dhe bëj barin. Ndërkohë kjo varsja e rrobave nga Timu është fantastike fare, kam shumë qejf, sidomos tani që jemi në fund pranvere, fillim vere, është fantastike. Do bëj këtë barin edhe që jemi pak më vonë. Mërshme, nuk ka fund, edhe dikush më e bukur, sa shumë kam bërë këtej, e dikush më e bukur ne që nuk kemi pothuajse fare kohë për kopshtin, për barin, kemi më shumë se gjithë, domethënë sa ka këtu kanë gjithë komshin, unë më preferoja pa fund të kisha atë që ka komshin ngjitur, se ka thjesht një pjesë shumë të vogël, ndërsa ne kemi këtë që jo për gjë, po as nuk na duhet, e kuptoni, as nuk na duhet se fëmijët maksimumi luajnë aty, luajnë me ndonjë gjë, kjo hapësira këtu është shkot sa për të rregulluar, për të sistemuar, për të mbajtur gjithmonë kontroll, gjë që ne s'kemi dhe shumë kohë, kështu që na vjen dhe keq, se është kjo hapësirë, por nuk kemi se çfarë bëjmë. Maksimumi ku luajmë me fëmijët me të kapur apo hajt më një orë në 300 vjet. Do të kishim si këta komshin. Dhe ata me të drejtë normalisht e mbajnë shumë bukur se aq kanë. Kurse ne këtu as nuk na vjen përmbar se aq shumë është. Jemi penduar njerëz, jemi penduar. Sapo rregullova komplet atë raftin si për të medikamenteve, unë mbusha i komplet full dark, se i mbajmë gjitha llojet shtëpi. Edhe të hedh këtë se është nuk bën ky. Do të thënë është i treti që hedh faksi ky unë, se blem në atëherë u fiksua me këta, po që këta nuk bëjnë. Vazhdoj me këtë raftin këtu. Do ta pasoj ky, në fund fare do laj dhe komplet bufen nga jashtë, është bërë edhe ajo pistë. Vazhdoj me këtë këtu dhe përfundojmë me këtë këtu. Jemi në këtë pikë këputi të vogël publicitare, sepse dua t'ju tregoj një produkt. Pothuajse në çdo video time do ju tregoj një produkt, ju kam treguar në një produkt interesant, por kësaj radhe bëhet fjalë për një markë që ju e njihni tashmë, besoj edhe nga videot e mia, sepse është u bë për disa vitesh fakt që unë bashkëpunoj me Flexi Spot. Sot kam, do shihni edhe një produkt në video tjetër, por sot kam këtu një karige ergonomike nga këto që punoni në tavolinën e punës, pra tavolinën e kompjuterit apo çfarë do lloj tavoline që ju përdorni për të studiuar, punuar etj. Kështu që do ju tregoj këtë super karige që i ka të gjitha opsionet e mundshme që i duhet një karige të tillë dhe është realisht fantastike, por pa humbur kohë do ta nxjerr gjërat nga kutia që të mund ta montoj dhe ta shihni ju pastaj të përfunduar. Gjitha pjesët janë të amballazhuara në këtë lloj mënyre. Ka vetë që
shkanë produktet e Flexi Spot është janë shumë të rënda, edhe kjo është gjithmonë gjë e mirë. Këto janë vida që do të na duhen, kam hequr unë vetëm një nga ato dhe kjo besoj që bën lidhjen aty shumë rënd. Si gjithmonë shumë cilësore, këto janë rotat, që gjithashtu janë shumë cilësore. Manuali këtu i përdorimit. Sa e mirë që është kjo. Në momentin që vendosni kokën këtu nuk është se është shumë e fortë apo nuk mundson ajrosin, kjo mundson të ta lësh ajrosin, të është shumë e mirë. Kështu është e gjithë karrika, por do t'ja u tregoj ato më vonë. Është fantastike. Edhe këtë pjesën që ndihmon në lëvizjen, edhe ta spostosh, ta vendosësh, ta pozicionosh si të duash. I like what I like, so please don't vex me. I no sleep, no resting. Do ka fillimisht këtë pjesën këtu, do vendosim të, që ishte këtu normalisht e pjesa e fundit që të vendosin këtu, dhe tani do të vendos rrotat. Kjo është shumë e fortë, edhe me si vendosa këto në fakt duke i motor me këmbë sepse janë shumë të forta në mënyrë që të mos lëvizin dhe siç që thash të jetë shumë stabile edhe të mos shpyhet lehtë nga fëmijët apo të rëzohet. Që ta dini ju, unë përveç vetësime, këto i marr më tepër për Kain sepse ai studion, mëson, bën detyrat për në shkollë, edhe dua që të ketë diçka shumë të mirë për të mësuar, pra një vend të përshtatshëm, e para të mos dëmtojë shtyllën kurrizore, e dyta të mos lodhet, edhe e treta të jetë sa më komod, pra të ketë sa më tepër lehati gjatë kohës që studion. Dhe për mendimin tim, çdo fëmijë që shkon në shkollë duhet patjetër ta ketë një tavolinë studimi dhe një karrige ekstra studimi. Kështu që thash po, jam ndikuar të dyja këto produktet që kam marrë nga Flexi Spot që janë ekstra për këtë punë, vetëm kaj. Aj, super e rehatshme, shumë e rehatshme. Më pëlqen. Do të thonë këtu do rri gjithë ditën për veten time, do pika kafe këtu aq e rehatshme është. Tani do të filloj me radhë të gjitha pjesët, se çfarë funksioni kanë dhe çfarë janë benefitet e saj, gjithsesi do t'i shihni të zmadhuar ndërkohë që unë flas. Atëherë fillojmë me pjesën këtu të mbështetjes së kokës edhe të qafës, gjë që është shumë e rëndësishme për mua, është perfekte. Siç e pat mund ta lëvizni si të dëshironi ju, këtu mbrapa, si të jetë komode më tepër për ju dhe si gjeni ju rehatin tuaj gjatë kohës që punoni, në vaj çfarë është tjetër shumë e mirë, po kthehem tash këtu. Është kjo pjesa këtu që është suporton apo mbështet qëndrimin e shtyllës kurrizore dhe pjesën e mesit. Është shumë praktike. Që shihni këtu poshtë, po largohem pak ta shihni më mirë, është pjesa e këmbëve që mund ta zgjasni, ta ulni si të dëshironi ju. Dhe kjo shtyhet, nëse doni që ta shtyhni pak në trup, është perfekte fare. Këtë e largoni dhe afroni ju sa të doni, nëse doni mbështesni tek pjesa e kyçeve, tek pjesa e pultës, është fantastike fare dhe është shumë lehtë që i nxjini dhe e fusni në këtë lloj mënyre. Por jo vetëm kaq, këto mbështetësit këtu janë shumë komode, të japin përshtypjen sikur janë kauçuk i fortë apo një material shumë i fortë, por në fakt janë goxha të buta kur e vendos dorën, nuk të bezdisin as pak. Pra më pëlqen shumë kjo këtu dhe është relativisht fantastike për pjesën e duarve apo të vendosjes së të krahut. Ky është niveli i sipër, po heq këtë. Këtë nëse nuk e doni fare, këtë pjesën e këmbës, mbështetjes së këmbës, nëse nuk e doni, mund ta ulni komplet, edhe zhduket kështu, nuk duket më fare. Dhe pastaj keni disa nivele, për shembull, tavolinat e Flexi Spotit kanë një buton që ju mund t'i ulni dhe t'i ngrini sa të dëshironi ju. Edhe kjo është gjë shumë pozitive, sepse edhe karrigen e vendosni dhe e poziciononi si dëshironi ju. Për shembull, hikim këtu, në të kundërt ngrihet sa të dëshironi ju, shumë kaq, pak më tepër, komplet, është fantastike fare.
rrotullohet në këtë mënyrë që e pas tashmë dhe gjithashtu lëviz dhe me rrota që të mos lëvizni fare dhe ul pak mos jam pak të më shkurtër se s'kam në këta njëri dhe thjesht afroj në këtë mënyrë. Pra, për mendimin tim çdo zyre apo çdo dhomë studimi në shtëpi i duhet një karrige e tillë kaq komode, është realisht komode. Gjithashtu një funksion tjetër super që ka është që mund të bëhet kështu e vogël, pra përthyet në këtë mënyrë në mes dhe mund ta fusni direkt poshtë tavolinës dhe shfrytëzoni vendin. Dhe cilësia e çdo produkti nga FlexiSpot për mua është 100 nga 10. Këtë e them realisht sepse kam mbi 5 produkte në shtëpi nga ata, edhe nuk do i zvendësoja me asnjë lloj tjetër marke. Dhe nëse kam kod, do t'ju vendos kodin, linkun me produktin do ta gjeni poshtë, i gjeni në Amazon edhe tek sajti i tyre. Pra, kaq kisha unë për këtë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, t'ju kam dhënë informacionin e duhur dhe po ju ndaj në vazhdim të vlogut. Bye. Last night you were looking so bright, I don't wanna mess up. You were ready dressed up. What I want, hold your hands heavy, hands put you on this trip and say goodbye. Hoqa këtë shtrydhjen e frutave këtu se nuk na duhet për momentin dhe këtë kosorin, kjo është air fryer. Dhe hoqa këto të dyja se nuk është se janë përdorur shumë kohë të fundit, me thënë drejtën. Do t'i fus poshtë tek kutitë e veta që i kemi poshtë tek ajo magazina, quaj unë. E për momentin po i lë këtu, e po që do t'i hesim se na zën komplet vendin këtu edhe hot, s'kemi që duam si kemi përdorur për kaq kohë. Këtë rafting këtu që ishte bërë komplet rëmuj me këto gjëra, tani po i hedh të gjitha, po i pastroj. Edhe këtë këtu do ta përdor vetëm për stilolapsa, lapsa për fëmijët dhe fleta. Erdhi i momenti që të vë rregull se është të bërë kudo shumë kaos. Këtë rafting këtu e bëra për fëmijët që të kenë fleta edhe ngjyra për të ngjyrosur, por më duhet të ndryshoj këtë sepse kur mbyllet kjo kap nuk shkon, domethënë. Kështu që do të më duhet që ta ndryshoj këtë, të vë një më të vogël edhe ta heq këtë, por e kanë mirë këtu sepse gjithmonë kërkojnë fleta për të ngjyrosur, edhe se i vendosin pak më sipër, edhe kështu që ti kenë këtu sa ata i duan pothuajse gjithë ditës këto fletat. Kemi gati, fëmijët e kanë gati këtu me persë, me gjëra, me vizore të gjitha. Pastaj kemi këto pjatat, ju kam treguar edhe në një video tjetër, më duket që i kam çuar komplet këtu se kam më praktike, i marr çoj direkt. Edhe janë pothuajse, domethënë pjatat më kryesore këto që përdorim, kam hequr vetëm ato që janë për kur vin miq, këto janë të përditshmërisë son, sa të tjera janë lavastovile, do t'i vendos ato të gjitha këtu, edhe çdo gjë i kam hedhur, do mbaj vetëm ato që vërtet më duhet dhe i përdor në përditshmëri, jo një herë në 500 vjet aty dhe i më zëmbën të kohë. Pastaj është rafti i bukës, edhe ky rish gjithmonë i pastër, por për momentin s'ka shumë bukë. Kështu që këtu nuk do e lvizim fare. Kemi pastaj këtë rafting këtu, ky në fakt nuk ka gjëra kështu për të hedhur, për të pastruar, por thjesht për të sistemuar një herë. Mund të ketë ndonjë për të pastruar, fakt janë thjesht kuti gotash, gjëra që më tepër i ruaj kur bëj ndonjë ndryshim, po mund t'i hedhë edhe këto se kemi që duam. Edhe tu pa të boç është një gjë tjetër për t'u hedhur. Sot kemi një ditë speciale, kështu që i lam pastrimet për sot, sepse do të shkojmë në kino me fëmijët, kam vetëm Mokin këtu edhe Kain, vetëm letëm dhej domethënë, edhe do shkojmë në kino, jej! Baba. Edi baba. Kur i kthyem përsëri tek sistemimi, këtu lash vetëm këto tavat e qelçit e këtë e hodha. Këtu pastaj kemi shumë gjëra plastike që nuk na duheshin. Këto e ka pas Miki kur laja dhënën që ishte i vogël, domethënë laja aty. Këto kupa gjëra që janë prishur, që janë shumë të dëmshme dhe i hodha të gjithë. Tani jemi në kuzhinë këtë pikë, kështu që është komplet kuzhina pis. Kam hedhur disa detergjente dhe këtu është komplet pis. Edhe siç thash kam hedhur disa detergjente dhe tani do pastroj kuzhinën nga jashtë. Gjithë raftet brenda i kam heq, i kam pastruar, i kam rregulluar. Ndërkohë këtu i kam hedhur sobës edhe ilaç, edhe këtë e kam për ta pastruar. Mu derdh lëngu i mishit që po piqa dhe e bëri qelbur. Ndërkohë këtu kam për të larë aspiratorin brenda, këtu poshtë e kam larë, po du ta laj nga jashtë. Edhe po, kemi për të kthyer komplet këtë kuzhinën këtu në të bukur, në të pastër nga jashtë, sepse është bërë pis.
Normalisht unë e kam lënë vetë sepse doja që të bëja edhe këtë videon, por që do pastroj këtë tani me vrap, edhe pastaj mbaruam punë me kuzhinën, i hodhëm të gjitha gjërat që nuk na duheshin, gjitha gjërat që ishin të panevojshme që nuk i përdorja. Last night you were looking so bright, I don't wanna mess up. You were ready to dress up. What I want, hold your hands so deep and put you on this tree and say goodbye. Jemi drejt përfundimit, u bë komplet pis këtu, po heq këtë xhamin, besoj e dini se si hiqet xhami. Kam heq dhe këto ansoret e furrës, edhe jam duke e lar. Kam edhe pak punë e bëra kudo qelbur në fakt, por kjo është duke u lar mirë. Kemi edhe pak punë normalisht. Tada, në mbarova u bë shumë e pastër, edhe telat, edhe ansoret, çdo lloj gjëje u bë dritëm. Për bufen, jashtë, po përdor këtë sfungjerin që ju kam dërguar ju, që është këtë sfungjeri, nuk e di se si quhet këtë, ja u vendos poshtë, është fantastik. I hedhi laçin unë atë që ju tregova ju, edhe vëvu me këtë, edhe bëhet drejt, nuk e nevojë as të transport, as një lloj gjëre, as të gryesh, as të bësh, direkt. Edhe kjo e heq të gjitha. Shihni si është bërë, sepse po e pastroj kudo. Është shumë i mirë. Nuk është shtrenjtë fare, duket se sa e kam blerë këtë në Amazon, po ju në linkun poshtë nëse doni. Tell me why you ain't not hurting, I understand it. Tell me why. Shokin, mami, da puthe shokin? Puthe shokin këtë. A put, Gjan. Bravo, Gjan, put. Zemno, bëj Gjan. No. Sada? Sistemua dhe këto këtura është këto mbrojtëset e bicikletave, gjërave që kanë fëmijët dhe kaq. Pazarin që sa po bëm përveç ujit që është në makinë, kësaj radhe mora Volvic. Me thënë Volvic marrim edhe ato llojet e tjera që janë të lezetshme, si ai. O drit, mora speca, shumë speca kam ikë në krah, kuptohet, po stregova me gisht barbunja. Mora një baget gjigante si që shihni. Qa ka? Po qa do t'jeta? Nuk të lë miki. Patate, këtu poshtë kam mish viçi dhe mish të grirë, kështu, nuk e di se si quhet ai, se si thon shqip, po nejse. Këtu kastraveca nga këto bio, kam marrë 3 copë, makaronat i zgjodhen fëmijët. Do të peshkut që i pëlqejnë fëmijës, nuk donin kështu fileto salmoni, nejse. Mora bizele nga këto janë shumë të mira. Të lakrën e moram tepër për gjinin që të më largoj qumshtin. Pastaj këto burgerat që ti bëjmë burgera në shtëpi, janë vetëm paninet, do të thotë burgerave, lazanja, qumësh, patlıcan, siç e shihni, speca, këtë çokoladën se do bëj disa snack të vogla. Kjo çokoladë që shkrihet. Rukola që është shumë e mirë dhe mua më pëlqen shumë, domate këto ishin bërë me ofertë. Kjo pana për gatim ose kjo shlakzane që e kam marrë për një cheesecake që do bëj për Ivin se ka shumë qejf, gjalp, kiwi nga këto gold, letrat lagura për të fshirën e duart, pastaj këtu ka biskotat që i kam marrë për cheesecake-un, moll. Speca përsëri disa qëti skuq, këtë Philadelphia e mora për cheesecake-un, nëse s'pëgjeja krem tjetër djathi, e mora me vrap këtë. Fasule këto janë shumë të mira, ju kam thënë, domate, do të thënë, çepie, patate ëmbël për mikin se ka qejf, e dëgjoni non stop. Avokado, këtu një shek për fëmijët, ky rrushi shumë i mirë, pa fara si gjithmonë. Përsëri një nga këto çabatat, speca gjëra siç e pat në fillim, janë këtu rrushi thatë, këto nektarinat, jo nektarina, këto janë zerdeli themi ne. Pastaj, si i thon, tyre blueberries, s'po vjen tani.
Pastaj kemi këtu salat, cukinit, këto kungujt, barbunja, këto përzierjen, kemi një mozzarella këtu që të bëj lasagna, kemi këtë bukën e theku kështu që është e përdorur për sallat, e nuk e di çfarë kemi tjetër këtu gjërash, po, këto siç e shihni. Wunderschön. Aber ich hatte das so Angst. Kam këtu këtë snekun që e bëra tani për vete, është çokoladë me kakao, me çokoladë, do të thënë me kakao, po, kakao nga këto të copzat e çokoladës, jo kakao plur, edhe kam shkrirë edhe kam vendosur disa boronica, edhe sipër të boronicat kam hedhur këtë dhe kam lënë të ngrihen. Nuk e keni iden të ngri, nuk e keni iden se sa e mirë që është bërë një super snack. Përveç kësaj kam bërë dhe me banane dhe bananet, kam ngrirë dhe banane, ka shije shumë të mirë, nuk s'duket shumë mirë kështu në pamje, po ka realisht shije shumë të mirë. Nuk e keni iden, edhe nëse doni ndonjëherë në një snack, bëjeni me çokoladë, kështu që nuk ka sheqer, edhe ka shije shumë, po shumë të mirë. Çfarë po montohet? Po, jam është foto babit. Çfarë po montohet këtu? S'po e fokusoka në botë kjo. Sa po montova këtë karikën e vogël për Mikin, shihni sa e bukur është, materiali i durit ishte shumë i mirë dhe lidhej shumë fort. Është shumë e bukur. Ja, ta provojmë pak më vonë tamam. Është shumë e bukur në fakt, edhe materiali dhe ngjyra dhe gjitha. Miki mi e mamit ato, ku i gjeti ti ato? Me mamit, bravo. Edhe po, sepse Miki kemi disa të larta këtu në shtëpi. Ulu Miki, ulu këtu mami, ulu provoje? Ulu provoje Miki pa një mod. Ulu këtu jeta mami, ulu. Nga ana tjetër, bravo. Nga ana tjetër jo me kam. Ai të vdesur. Bravo. Me djeve, pëlqeu. Kjo është e Mikit. Se e bukur është dashuria ime. Të gëzosh. Shihni sa praktike është. Sa po gëzon. Shumë praktike është, e ulët ekstra, rri mirë, mbahet. Mos Mik, okay, mos. Orari ajrimit. Donë tani të ajrosen. Të burgosurit, tretë burgosurit tanë. Miki ka vesh një pak çorap, një pak kështu që i thonë këtyre shapka, Allah unë arruaj. Nuk e di se ku i ka gjetur, nuk e di ato okit. Ja ka vesh oki dhe tani kemi da. Vlaj mas shpëton vlajnë e vogën nga pickimi mirë i makës. I të zemrën e mija. Ve jeta ju, sa qef ka të mbahet me në një kështu. Okej, po bërë rezistencë. Op! Po, të bëjmë vi oki. Vazhdojmë me shpartallimin dhe dita 500. Kam nxjerrë këtë tapetin e vogël për të larë. Kishte disa njolla këtu dhe thash ta laj, këto si janë njolla se i kam hedhur unë kështu theri enësh, siç ju kam thënë për këto njollat e vajit, kështu gjërash, edhe i kam hedhur atë larsin. Këtë nuk e di nëse do t'i hedh dhe ilaç rrobash, por besoj se jo, se nuk është se shumë piska vetëm këto vendet që do t'i laj. Edhe kështu le të futemi punës, do t'i hedh ujë të nxehtë, jo të ngrohtë në për këto vendet që të rri pak, edhe më pas do ta laj me zorën këtu tej e përtej. Meqense kemi këtë super motin, ta shfrytëzojmë për të larë tapeta. Okej, i hodha ujë i të vakët siç thash, e fërkova pak të disa vende që kishte ato njolla dhe tani po e lë që të aktivizohet. Përfitojmë nga koha të përgatitim një lasagna. Kam bërë këtu këtë përgatitjen e salade ta bëjmë me mish edhe me tomate, domethënë me salcë tomatesh. Mora këtë paketimin e madh dhe le t'i futemi punës. Tani fusim në një të larë kësaj fshesës me korrent, gjërave, pa larë ende tualetin, se ndonjë bëj fis pastaj prap. Kështu që po, njëherë në muaj unë e laj, siç ju kam treguar, komplet me filtra, me pjesën poshtë të fshesës, çdo lloj gjëje domethënë. I baruam, i bëra dritë këto të gjitha, tani do i lë që të thanë, lave edhe këtë tualetin e vogël dhe baj. Ja dhe kjo bukurosha këtu, tani më ka ngel vetëm pjesa poshtë e fshesës. Kur shkuam në kinema të ditë, Oktavia u fiksua me një kënd, Lora ishte këtu, edhe po vim të këndi Lorave sot.
Migi. This is Soko. Se i Sufis Bek, shpreja ime, dhe tani erdhi momenti që të sistemojmë këtë dhomën këtu. Siç e shihni këtu është full me rroba që janë larë, gjysma nuk janë palos ende, këtë solla tani me karton se s'kisha më kosha rrobash, dhe i kam ruajtur ekstra që të jenë të gjitha bashk, nuk janë të gjitha bashk, mungojnë edhe shumë sepse sa futa një lavatriçe në trokner, sa futa një lavatriçe, domethënë futa për thare, futa një tjetër për të punuar, kisha edhe 2 tjera për të vënë, kështu që ka rroba pafund. Por të sistemojmë një herë këtu, sërse sistemova këto dhe më ngelën këto, ato tjerët. Kështu që do filloj të sistemoj këto në përrafte, do heq të gjitha rrobat që nuk më duhen më dhe nuk t'i përdori mas për fëmijët, edhe kështu të bëjmë pak rregull këtu, i kam lënë ekstra këto, që të mund t'i paloset të di ku janë, sa janë, se ndryshe pastaj nuk e kuptoj. E di sa më besoni këtë pjesë, por realisht nuk kam kohë. Me thënë nuk kam me të vërtet kohë për gjërat dhe kjo është shumë shtëpi e madhe, e kam thënë këtë shumë herë dhe do gjithë ditën të merresh me punë, kështu që unë kam filluar që t'i seleksionoj dhe të hedh sa më shumë tjetër mundur që mos të shoh më fare këtu rëmuj, edhe mos të shoh më shumë gjëra, edhe për enët kështu kam vendosur se siç e kam thënë më herët, sa më pak të kesh, aq më pak e do bësh, sepse nuk e pse thua mos e çoj tenxherën e re, mos laj këtë edhe çoj tjetrën, edhe për rrobat. Kështu më mirë të kesh pak edhe ti përdorësh. Nëse po filloj nga puna ose në llafës, mbarojmë ku. Last night you were looking so bright, I don't wanna mess up. You were ready dress up. What I want, hold your hands in the ends, put you on this tree and say goodbye. Okej, jemi këtu, rëmojën komplet këtu e hoqëm, një vendosën në sirtar. Kam për të rregulluar ende ato, do më thënë të heq ato që janë aty sipër, këto do t'i fus te sirtari im se si kam rregulluar ende dhe këtu janë okej, duken si rëmuj, por nuk janë rëmuj. Por kam ende dhe një kështu pa futur në vend, këtu janë për të hedhur. Kam këtë kutin këtu që kam rroba që janë për të shitur, që janë shumë të mira që janë për të shitur, sepse këto për shkakun që nuk bëjnë janë për të hedhur. Shumë i mirë ndriçimi, po gjithsesi. Ndërkohë këtu janë sirtaret e fëmijëve, kam palosur në këtë mënyrë kështu sepse kanë më të thjeshtë ata që të vinë t'i gjejnë vet. Domethënë këto janë praktikisht të okit. Edhe këtu kemi tokit dhe ky është kupa ose si bie kutia e çorapeve. Këto që ti ke gati, këtu kanë klefe për jastiket, këto të rrobat e brendshme. Pastaj këto janë të kajt edhe në të palosur në të njëjtën mënyrë që t'i gjej më thjesht. Edhe këtu po ashtu që kam tepër pijama dhe rroba të përditshmërisë. Lash këtu për të rregulluar, këtu vetëm peshqira kanë në fakt edhe rroba që janë varse, por janë rrobat e mia dhe tive që veshim në përditshmëri. Edhe kështu që këto do t'i palos, i kam hedhur kështu vet tani, që të mund t'i palos edhe të shoh çfarë na duhet, çfarë nuk na duhet, që ti flak. I sistemova, se si që tash këto janë të përditshmërisë, nuk i bëra një palosje wow, kush e di, por kështu normalisht që tjerë. Kam këtu në fund edhe këtë koshin që kam disa gjëra, do shoh çfarë ka dhe këtu, që ta heq këtë dhe ta përdor për kështu rroba dimri ose për, nuk e di, për këto jorgan të trash, nuk e di. Xhinse, që nuk e di do më dojnë apo jo, këto tutat që i kam bajt për mbesat në fakt kur vinë tek unë, pastaj që i më bëjnë, por që nuk dua t'i vesh më. Kështu duket dhoma pak a shumë e përfunduar, aty kam vendosur ato çarçafët që do t'i përdorja tani për të ndryshuar krevatëve dhe doli pastër. Tani plani është këtu tek tualeti vogël, kjo është tualeti i njerëzve, do të thënë i miqve.
por normalisht të e përdorin fëmijët shumë shpesh. Kështu që këtu unë kam këto gjëra që stiloj flokët, se këtu unë bëj make-up ose stiloj flokët, që ndodh shumë rrallë për punë e make-up, po shumicën e kohës stiloj këtu flokët sepse nuk e di, më zë këtu. E kështu që do heq të dy këto të dyja më pëlqejnë shumë në fakt, të dyja nga timu më duket se janë, temu. Edhe do sistemoj këto të lë vetëm gjërat e rëndësishme, ato që s'duhen më do t'i hedh në kosh, edhe kaq. Sepse këtu poshtë e krafti nuk ka vetëm detergjent, edhe kështu është, kjo kaq e vogël. Do laj pasqyrën këtu. Po heq edhe këto të Dysonit këtu, se si që kam thënë, unë nuk përdor më Dysonin, po përdor këtë tharsin këtu që ka të kërërin e madh, edhe me bën super flokët është me shumë volum, që do i veç këtë Dysonit, edhe do t'i paketoj bashkë se nuk i kam përdor më. Edhe të stilimit që më duhen, po thoj se sa herë që bëj dush, pjastrën, ky krëri këtu fantastik me këtë tharsin, mashën në një herë shumë rrallë, po që bëjt letë të treja këtu, se me siguri do më duhen e mos t'i marrë shumë që kohë poshtë lartë. Mbarova këtu, lash vetëm gjërat më të rëndësishme ato që duheshin, kontrollova nëse kishte skaduar çka e hodha, nuk ishte sepse unë mundohem që ta bëj shpesh këtë gjë, por që po, e pastrova kështu edhe duket këndshëm. Tani thjesht do t'i jap një të lar tualetit të shpejt sepse e bëra përsëri dje, do të thënë e pastrova dje se pastroj çdo ditë të se vinë fëmijët. Ky këtu është ai sirtari që ka këto gjërat që janë plastike, le të themi që janë plastike tamam. Është kjo këtu, unë e kam larë këtu, nuk e di pse duket si me njolla. Nice. Janë këto pjatat që janë shumë të mira, në fakt janë marrë nga Nip, edhe këto nuk përmbajnë melaminë dhe nuk përmbajnë kimikate, këto janë shumë të mira. Edhe bashkë me këto kam bler edhe këto gota që janë po njësoj, është dhe një tjetër si kjo, po që është duke u larë ndoshta, nuk e di ku. Këtu kam lënë këto gjërat kryesore që më duhen për përditshmëri, për të bërë këto salca gjëra. Kjo kupa këtu që nuk e kam hedhur sepse nuk është e imi, është e Sarës, do ja jap kur të takoj. Dhe pastaj kemi këtë këtu që është për Mikin, sa helava në fakt, më duhet ta thaj ende. Kjo është silikon, por shumë e mirë, edhe është nga këto që puthiten. Edhe këtë këtë ja vendos kur jap kështu fruta ose ndonjë gjë që të mos i rrëzoj. Zakonisht Miki nuk i rrëzoni, mban tavolina se e ka mësuar, por që këto janë pak a shumë gjëra që kemi plastik, se çdo gjë tjetër pastaj është porcelani, pra ato pjatat gjitha që ju keni parë. Atë ditë për këto gotat e lash në gjysmë unë, vetëm këto kam lënë këtu, kam edhe një dy si këto, edhe një dy të gjata që janë duke u larë nga Vastovilje, por që të tjerat i hodha që të gjitha. Domethënë çdo gjë që nuk përveç atyre të miqve. Domethënë kur na vin njerëz që janë pak më të bukura për verë ose për birr që të jenë ekstra, ato i kam vendosur atje sipër tek një raft, por këtu kam lënë këto që përdorin në përditshmëri, edhe këto të patu po do shoh nëse do hedh në një tjetër, por që në përgjithësi janë vetëm këto lash. Domethënë gjëra qeshi, kjo vazë vogël këtu është kur merr kaj ndonjëherë tek shkolla kështu vanilje, salcë vanilje, si bie, lëng vanilje, nuk e di. Vanilje, këto zose, vanilje zose që i merr për pfannkuchen, kur i duhet i mbaj unë kur më duhet për ndonjë gjë për të hedhë digjellën ose ndonjë gjë, sepse i hedh gjithmonë për këto. Edhe kaq kisha këtu. Avash, flokët e mia si gafore. Them avash ti heq të gjitha këto dhe ti bëj të një trashme, pra të jenë vetëm ku diun gota të njëjtës material dhe të njëjtës forme dhe model, edhe filxhan në të njëjtën model, por shumicën e këtyre i mbaj sepse i kam kujtim, për shembull, një ma ka dhuruar një shoqe, një ma ka dhuruar një kolege, një e ka bërë vetë tek puna, një e ka marrë kur ka qenë ky panajiri, kur janë këto Weihnachtsmarket, marketet, domethënë kam disa që i kam kujtim, kështu që më vjen keq si ti hedh, por nuk e di se çfarë do bëj. Por që plani im është që ti bëj të gjitha njësoj, edhe sa të hapësh të shohësh vetëm rregull, të jenë të gjitha njësoj.
Ndërkohë këtu bëjmë drekën, futa pak patate në furrë me pak vaj ulliri dhe me erë. Këtu po zgjedh disa perime, unë kam shumë mënyra për të zgjedhur. Në fakt kam dhe ato mjetet, por për momentin i bëra kështu si për më shpejt. Jam bërë gati sallatën bashkë me rukola këtu, që do ta doroj me ujë, që do ta laj, do ta pastroj me këto me sot buke, siç e bëj gjithmonë. Edhe kam edhe 2 biftek viçi që janë shumë të mirë dhe të freskët. Do t'i marinoj tani pak me erza, pak vaj ulliri, 1 lugë vaj ulliri, edhe do t'i bëj si kështu si gjysmë në presion, por pa presion se kjo s'është e nxjerrë presioni. Por që kështu i bëj, pak me 1 gotë ujë, në fillim i skuq pak, pastaj i hedh 1 gotë ujë, dhe në fund fare lë që të tapi komplet atë ujin, bëhen kështu si impresion, bëhen shumë të mira. Që jam të fus edhe pak patates të ëmbël në furrë, me qenë se Miki ka qef, edhe pak karrotat, se tani kujtova se Miki ka shumë qef. Po i pres me këto, si që bëj gjithmonë, po ju tregoja para se të prisja gishtin, që Miki t'ja bëj gjithmonë me këtë, sepse është me thjesht kjo për fëmijët që të kafet, edhe mos t'i rëshqas në përgishta, edhe është super kjo gjëja. Këtë e kam pasit e kokë, se ja bëja okej që atëherë, okej, nuk i kap dot me këtë të gishtë, ja bëja okej që kur ishte e vogël me këtë, sepse normalisht unë i ushqej gjithmonë me atë metodën e këtyre teksturave e ushqimit solid. Këtu nuk kam shumë gjëra, unë i kam heq sepse nuk dua që të kem fare rëmuj. Edhe këtu pas bën kabimet. Edhe këtu është sirtari i rrobave të Mikit. Këto i kam hequr se nuk i bëjnë më. Ka shumë tjera që nuk i bëjnë, po do t'i heq avash avash. Këto rrobat Miki ka të sistemuara, se ja çoj gjithmonë të sistemuara, domethënë këtu ka çarçafe më thera të thashëra. Edhe ka dhe vend e borë, sepse duhet i çoj rrobat që i kam palosur. Edhe kështu këtë e mbaj këtu për batanie, për këto peshqirat e mdhaja, peshqirat e mdhenj që kam. Edhe kështu thjesht do heq disa gjëra, do sistemoj disa gjëra, do shtroj çarçafët e rinj, do vendos ato të bardhin më në fund, se mori një tjetër të bardhë shumë të bukur te IKEA që ju e pat. Edhe kaq do bëj këtu. Nuk e di nëse do vendos në një pikturë në një gjë, po gjithmonë i kam si merak mos bien. Okej, e përfundova. Hoqa disa gjëra që nuk i kisha të nevojshme. Lash këto, më duhet ende ta fshim me fsheskorendi dhe ta laj me atë makinerin, kështu që heq çdo pastërti, baktere etj. Këto i kam lar këtu, e kam lënë këtu siç janë, është shpirti i mamit. Po ju tregoj që këtu pastaj kemi atë bibliotekë, librarinë e vogël, me shtëpi. Komodina e Mikit, siç u thash, i kam heq pothuajse të gjitha gjërat që i kam të panevojshme. Dolën këto nga furra, më bërë super. Kërkoj edhe mishi këtu për salata. Dhe këto që kaq ngelen se i hëngri e oki me Mikin. Shlare dhe shtar perfekt. Super perfekt. Do ta fus brenda në shtëpi tani dhe kur të mbaroj komplet me pastrime dhe gjëra do ta shtroj. Do laj dhe atë të kuzhinës. Po ta laj fare sot. Interesante. Dori eksploratori. Do. Ja mamit. Hajde, ku do ikësh? Ku mo jetë? Do bë? Ku i ku Oktavia? Ku i ku Kia? Ha? Miki do vetëm t'i ki zbathur. Mirë në shtëpi që rri zbathur, po dhe jashtë do të dalë vetëm zbathur, pa çorape pa asgjë. Unë e lë se unë kam shumë qejf. Po shpirt, nuk kështu dalet për vete, kam shumë qejf. O jetë, ha? Dhe doma e kalamiçave që i kam hequr pothuajse në 10% të gjërave dhe i kam lënë shumë bazike.
Edhe kështu erdhëm në fund të një vlogu tjetër që besoj doli shumë i gjatë, por nuk kam çfarë të bëj, u mundova që të fusja dhe disa gjëra dhe të ishte interesant për ju. Nëse je duke parë këtë video, nëse ke parë këtë video, u të motivohu dhe ti të hedhësh gjitha gjërat që nuk të duhen më në shtëpi edhe të duken të tepërta edhe nuk e ke bërë dorë. Ndonjëherë, unë për shembull bëra disa rroba të tjera tani gati, sepse nuk munda të xhiroj dhe çdo pjesë që sistemoja, që bëja, që rregulloja apo që hidhja, sepse disa gjëra i kam hedhë edhe më parë se të bëja këtë video, se kur kujtova për këtë video i kisha hedhë. Por që gjithsesi bëra dhe disa rroba gati që i kam ruajtur për një fëmijë tek puna. Ai është pak më i shkurtër dhe më i vogël se Kai dhe mendova që t'ia dhuroj atij ato rroba që Kai nuk i përdor më dhe disa atlete shumë të mira që Kai mund të ketë vesh një herë, dy herë. Edhe pastaj ose ka pëlqyer ose nuk e di, nuk i ka vesh më. Jepja tani disa do të thënë ndjekësve në Instagram një link të disa peshqirave që mora herën e kaluar. Mbani mend ato peshqire që i mora kështu në set, që kishin 2 të mëdhenj, 4 mesatar dhe më duket 2 a 4 të vegjël, s'më mend, po më duket 2. Janë shumë të mirë, qelluan shumë të mirë, ishim 100% bambuk dhe tani ishin bërë tek Otto me ofertë. 19 euro, do të thënë gati 20 euro ishte një set, që është shumë, po shumë e leverdi, sepse siç thash, janë shumë të mira, janë pambuk, i kam provuar edhe unë mora 2 sete. Kështu që edhe ju nëse doni të blini peshqir të rinj, shkoni atje se ishin fantastik. Unë i bleva 25 atëherë, ata tani janë 20, ato ngjyra që kam marrë unë, këto bezhat më duket 22, bezhet doja unë, po Ivi tha, hajde marrim këto mente dhe nuk e prisha, po doja bezh. Për shumë pak do të vi dhe part 2 le të themi këtij vlogu, sepse do të jetë rinovimi që do të bëj me sallonin, sepse te salloni, siç u thash, nuk ju mora. Nuk doja të blija në fillim gjëra, pastaj e ndam mendjen që do të blejmë disa gjëra këtu. Po bëja tani një ask dhe një nga pyetjet që më bë është çfarë do të bëni me Konstancën, duke qenë se unë ju kam thënë, ju kam pyet edhe ju, jam, do të thënë, disi jo e detyruar, por kisha dëshirë që t'ju ta ndaja edhe këtë informacion me ju dhe jo, nuk do shkojmë, e lam, do të thënë, ikin apo transferimin apo nuk e di, zhvendosjen për në Konstancë për momentin pezull për jo. Pezull jo, por që e vendosën për jo, sepse siç u thash herën e kaluar, Kai është gjend shumë mirë tek shkolla, edhe është me rezultate shumë të mira, edhe përveç faktit të rezultateve është pjesa që është lidhur shumë me shokët dhe shkon shumë me qejf në shkollë, edhe kjo është shumë e rëndësishme për ne dhe siç thash, ka zhvilluar shumë, edhe nuk dua që t'ja ndalim këtë se ndoshta nuk do përshtatet, ndoshta do t'jetë edhe më mirë atje, por gjithsesi nuk dua ta rrezikojmë këtë pjesë dhe domethënë arsyeja kryesore është shkolla e Kait. Pastaj e dyta është fakti që shumica na thonë që në çdo cep të Gjermanisë është Gjermani. Deri këtu jam dakord, me thënë të drejtën, sepse ne jemi zhvendosur në 3 lande dhe pak a shumë jemi në të njëjtin mendim që po, domethënë Gjermani, çdo vend është pothuajse njësoj. Nuk po them që atje ka gjëra, domethënë që janë njësoj në të gjitha vendet apo këtu çfarë ka atje, por ka shumica gjërave janë njësoj sepse po sigurisht kjo vlen që është Gjermani kudo. Por unë mendoj se gjithsesi klima ndej poshtë është më e mirë se këtu. Klima si kushte atmosferike, por klima e njerëzve mendojmë, të paktën këtë kishim si ide kur menduam që të shkonim atje. Gjithsesi e kemi lënë për momentin që jo, nuk e di nëse do ndryshoj mendim apo jo. Siç është një kjo pjesa këtu është e prishur sepse i kam hequr unë nëse mbani mend ato si tip kornizash, sepse do t'i zëvendësoj me disa piktura shumë të bukura, por fillimisht do ta lyej këtë komplet. Edhe ju do të shihni transformimin tek video tjetër të komplet sallonit, ato që kam bler, çfarë kam bler, si kam bler, etj. Unë ju falenderoj nga zemra edhe një herë nëse keni ndjekur këtë vlog. Ne do të shihemi në video të tjera. Ajo që do vi pas kësaj po përsëri një transformim. Faleminderit dhe kalofshi mirë. Ju kam shumë gjatë.